Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit mëshirëplotësit. Falënderimet në të sinqerta janë vetëm për Allahun e Madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur, dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetat e Allahut të Madhëruar. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin mbi ju. Njeriu është krijuar për të jetuar në të vërtetën, me ndershmërinë dhe me drejtësinë. Që nga fillimi i krijimit, Allahu i Madhëruar e ka udhëzuar njerëzimin drejt rrugës së drejtë, duke e bërë drejtësinë një nga shtyllat më të rëndësishme të jetës njerëzore. Një shoqëri ku sundon drejtësia është një shoqëri ku mbizotrojnë cilësitë e paqes, respektit dhe të mëshirës, ndërsa aty ku mungon drejtësia, lindin padrejtësitë, lind urrëtia dhe shkatrimi moral. Islami e konsideron drejtësinë jo vetëm si një cilësi të bukur, por si një obligim hyjnor që çdo besimtar duhet ta zbatojë në jetën e tij të përditshme. Allahu i Madhëruar thot në Kur'anin e Shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Në të vërtetë, Allahu urdhëron drejtësinë, mirësinë dhe ndihmën për të afërmit, si dhe ndalon immoralitetin, veprat e shëmtuara dhe dhunën. Ai ju këshillon në mënyrë që ju t'ja vini veshin. Ajeti 90 i surës Nahl. Ky ajet madhështor tregon qartë se drejtësia është një urdhër i Allahut dhe një rrugë që e afron njeriu drejt devotshmërisë dhe kënaqësisë hyjnore. Besimtari i vërtet nuk është vetëm ai që kryen adhurime, por ai që ruan të drejtat e njerëzve, që nuk bën padrejtësi dhe që sillet me ndershmëri në çdo situatë të jetës. Edhe vetë profeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka folur për pozitën e lartë të drejtësisë, duke thënë: një orë drejtësi është më e vlefshme se 70 vite adhurim. Pra njeriu i drejtë fiton dashurinë e Allahut dhe respektin e njerëzve, ndërsa i padrejti dhe që ofron padrejtësi është në errësirë si në këtë botë edhe në ahiret. Për këtë arsye, çdo besimtar duhet të përpiqet që në jetën e tij të ecë sipas rregullave të shariatit dhe të rregullave që ka caktuar Allahu për ne, të ecë në rrugën e drejtësisë, sepse kjo është rruga e shpëtimit të shpirtit si në këtë botë edhe në botën tjetër. Të dashur vëllezër dhe motra, erdhi momenti i rubrikës së Kuranit të Shenjtë për ditën e sotme. Do ftoja të ndiqnim surën e 85 të Kuranit familjar, surën Buruj. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Për qiellin me yjesi, për ditën e premtuar, për dëshmitarin dhe për atë që dëshmohet. Mallkuar qofshin ata që hapën hendekun, ku ndezën zjarrin e ushqyer me nëndjekse. Kur rinin ulur rreth tij, duke dëshmuar atë që po i bënin besimtarëve. Ata i munduan besimtarët, vetëm pse këta i besuan Allahut, të plotfuqishmit, të denjët për çdo lavd, të cilit i përket pushteti i qejve dhe i tokës, dhe që është dëshmitari i çdo gjëje. Padyshim, ata që i përndjekin besimtarët dhe besimtarët e nuk pendohen, i pret dënimi i xhehenemit dhe dënimi me djegje. Kurse për ata që beson dhe bëjnë vepra të mira, do të ketë kopshte nëpër të cilat rrjedhin lumenj, e kjo është fitoria madhështore. Vërtet, ndëshkimi i Zotit tënd është i ashpër. Vërtet, ai e zë fill krijimin dhe përsërit atë. Ai është falës i madh, i dëmshuri, zotëruesi i fronit të lavdishëm, vepruesi i gjithçkaje që dëshiron. Ai ke dëgjuar ndodhinë e ushtrive të faraonit dhe të fisit Themut? E megjithatë, ata që nuk besojnë, vazhdon të quajnë atë Kurani të rem.
ndonë se Allahu është pas tyre e i ka në kontrol. Përkundrazi, ai është një Kur'an i lavdishëm në pllakën e ruajtur mirë. Të dashur vëllezër dhe motra, për ditën e sotme në emisionin Trokitje Shpirtërore, ju ftoj të ndjekim temën drejtësia, rruga e besimtarit për të fituar kënaqësinë e Allahut të Madhëruar. Allahu i Madhëruar e krijoi njeriu që të jetojë me të vërtetën, me moralin dhe me drejtësinë. Në çdo epokë, drejtësia ka qenë shtylla që mban shoqëritë të forta dhe zemra të qeta. Kur drejtësia mungon, lind padrejtësia, shtypja, urrejtja dhe shkatrimi moral i njerëzimit. Islami e konsideron drejtësinë si një nga virtytet më të larta dhe si një rrugë që e afron njeriu drejt kënaqësisë së Allahut. Besimtari i vërtet nuk është ai që vetëm falet dhe agjeron, por ai që sillet me drejtësi ndaj familjes së pari, shoqërisë dhe vetvetes së tij. Për këtë arsye, Kurani famullar dhe hadithet e profetit Muhammed dhe ehlibetit të tij të pastër dhe lirë paqja qoftë mbi ta të gjithë, kanë folur vazhdimisht për rëndësinë e drejtësisë në jetën e njeriut. Allahu thot në surën Nahl në ajetin 90 se Bismillahirrahmanirrahim. Vërtet, Allahu urdhëron drejtësi, bamirësi dhe ndihmë ndaj të varfërve, të afërmve, ndërsa ndalon imoralitetin, të keqen dhe padrejtësinë. Ky ajet tregon qartë se drejtësia nuk është vetëm një cilësi e mirë, por një urdhër hyjtar. Allahu e vendos drejtësinë përpara shumë veprave të tjera, sepse pa këtë cilësi, pa drejtësinë pra, nuk mund të ndërtohet një shoqëri e shëndosh. Njeriu i drejtë është ai që nuk e shkel hakun e tjetrit dhe nuk mashtron, nuk shtyp dhe nuk gjykon sipas interesit të tij personal. Ai përpiqet të jetë i paanshëm dhe kur drejtësia bie kundër vetes së tij apo njerëzve të afërt. Kurani i thret besimtarëve që të jenë të drejtë në çdo rrethant. Allahu thot: Bismillahirrahmanirrahim. O ju që besuat, bëhuni të qëndrueshëm për Allahun dhe dëshmoni me drejtësi. Dhe të mos ju shty urrejtja ndaj një populli që të mos jeni të drejtë. Jeni të drejtë sepse kjo është më afër devotshmërisë. Ajeti 8 i surës Maida. Pra ky ajet të nderuar dëgjues dhe shikues, është një nga shembujt më të mëdhenj të moralit islam. Islami nuk lejon që emocionet, urrejtja, acarimet e momentit apo interesat personale ta largojnë njeriu nga drejtësia. Andaj, Islami kërkon dhe për njeriu që në momentin që njeriu ka armik, edhe ndaj tij të ruajë drejtësinë dhe moralin e tij të lartë. Kjo është madhështia e kësaj feje dhe edukata e profetit Muhammed dhe ehlibetit të pastër të tij, paqja qoftë mbi ta të gjithë. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ishte shembulli më i përsosur i drejtësisë. Ai trajtonte njerëzit me barazi dhe nuk bëte dallim mes të varfrit apo të pasurit, mes fisnikut dhe të dobtit. Historia islame është e mbushur shumë me tregime dhe me raste ku profeti Muhammed mbrojti të drejtën e të njerëzve, edhe kur kjo ishte kundër interesave të afërmve të tij. Ai ka thënë: një orë drejtësi është më e vlefshme se 70 vite adhurim. Dhe ky hadith tregon se drejtësia ka një pozitë shumë të lartë tek Allahu. Njeriu mund të falet, mund të agjerojë, mund të bëjë shumë ibadete të tjera, por nëse është i padrejtë ndaj vetes, familjes dhe gjithë njerëzve të tjerë, ai humbet vlerën e shumë prej atyre adhurimeve dhe veprave që ai ka bërë. Padrejtësia është një errësirë e madhe që mbulon njeriu jo vetëm në këtë botë, është një errësirë që mbulon njeriu edhe në botën tjetër, ndërsa drejtësia është dritë dhe shpëtim për të shpirt. Prandaj, njeriu le të zgjedhë ku qëndron më e mira për të, për shpirtin e tij, të zgjidhë rrugën e drejtë dhe jo të padrejtën. Një nga figurat më madhështore të drejtësisë në Islam është Imam Aliu, paqja qoftë mbi ta. Jeta e tij ishte shembulli i drejtësisë absolute. Ai nuk e përdori pushtetin për pasuri apo për të fituar pozita të ndryshme ose privilegje personale, por e përdori për të mbrojtur të vërtetën dhe për të mbrojtur të dobtin. Në librat islam, transmetohet se Imam Aliu jetonte thjesht, ushqehej si njerëzit më të varfër dhe kujdesej personalisht për jetimat dhe për të gjithë nevojtarët. Ai thoshte:
drejtësia i vendos gjërat në vendin e tyre. Dhe kjo thënie përmbledh kuptimin e drejtësisë në Islam, se çdo gjë duhet të vendoset në vendin e saj aty ku e ka hakun. Haku duhet i jepet të Zotit të tij, i tokti duhet të mbrohet dhe padrejtësia duhet të ndalohet. Shoqëria që humbet drejtësinë, humbet stabilitetin dhe mëshirën hyjnore. Imam Jafar Sadiq, paqja qoftë mbi të, ka thënë: njeriu më i dashur tek Allahu është ai që është më i drejti me njerëzit. Ky hadith tregon se dashuria e Allahut të Madhëruar fitohet jo vetëm me adhurime, jo vetëm me fjalë, por me sjellje dhe moral të lartë. Shumë njerëz flasin për fen, por drejtësia provohet në praktik, në tregti, në familje, në punë dhe në marrëdhëniet tona me njerëzit. Një tregtar që nuk mashtron është i drejtë. Një prind që nuk bën dallim mes fëmijëve është i drejtë. Një gjykatës që nuk shet vendimin e tij është i drejtë. Dhe një njeri që nuk shpif dhe nuk cënon të tjerët është pashtu i drejtë. Në ditët e sotme, ku fatkeqësisht bota është mbushur dhe po përballet me shumë vështirësi dhe padrejtësi, shumë njerëz po shtypen, mashtrohen dhe privohen nga e drejta e tyre, ku si pasojë luftrat, korrupsioni, urrejtja dhe lakmia janë krijuar dhe kanë ardhur nga që njerëzit janë larguar nga rruga e drejtë. Islami e refuzon këtë gjë që ka ndodhur dhe i fton njerëzit të jetojnë të ndershëm dhe të drejtë, sepse besimtari duhet të jetë dritë për shoqërinë dhe jo burim pa drejtësie. Një nga format më të rëndësishme të drejtësisë është dhe drejtësia ndaj familjes. Kemi thënë dhe në emisionet të tjera, çfarëdo lloj ka qenë tema që sidomos për pjesën e moralit dhe edukatës fillon nga familja. Familja është baza e shoqërisë. Nëse në familje njerëzit sillen mirë me njëri tjetrin, atëherë ajo reflektohet edhe në shoqërinë ku ato jetojnë. Por nëse njerëzit sillen mirë jashtë shtëpisë, por ai person është i padrejtë për shembull me bashkëshortin ose bashkëshorten, me prindërit apo fëmijët, atëherë lind ajo çrregullimi, si ta themi, si në familje ashtu edhe në shoqërinë. Islami e konsideron familjen themel të shoqërisë, siç thash, dhe kërkon që drejtësia së pari të praktikohet në të dhe më pas të vazhdojë e mëtej. Profeti Muhammed ka qenë shembulli më i mirë në familje, sepse ai me butësinë, me zemërgjerësinë, me dashurinë dhe drejtësinë që kishte ndaj grave dhe fëmijëve të tij, ai solli një model të lartë për të gjithë ummetin islam. Drejtësia lidhet dhe me fjalën. Besimtari nuk duhet të dëshmojë rreshëm dhe të shpif apo të përhap padrejtësi me gjuhën e tij. Absolutisht jo. Besimtari duhet të ndjek atë çfarë thot Allahu në Kur'anin e Shenjtë, kur të flisni, jini të drejtë. Dhe nëse është fjala për të afërmet, ajeti 152 i surës An'am. Dhe ky ajet e mëson njeriu që drejtësia duhet të jetë pjesë e karakterit të tij. Besimtari nuk ndryshon sipas interesit apo frikës, por shëndron gjithmonë e më shumë me të vërtetën. Të dashur vëllezër dhe motra, një shoqëri e ndërtuar mbi drejtësinë është një shoqëri e bekuar. Kur njerëzit respektojnë njëri tjetrin, të drejtat e njëri tjetrit, lind besimi midis tyre, lind paqja dhe dashuria. Ndërsa kur sundon padrejtësia, zemrat mbushen me urrëtie dhe shoqëria dobësohet. Për këtë arsye, Allahu i dënon popujt që shtypin dhe bën padrejtësi. Besimtari duhet të kujtojë gjithmonë se Allahu është gjykatësi më i drejtë dhe se çdo vepër do të peshohet në ditën e gjykimit. Askush nuk do t'i shpëtojë drejtësisë hyjnore në atë ditë. Edhe padrejtësia më e vogël do të dalë përpara Allahut, dhe kjo e bën njeriu më të kujdesshëm në sjellje dhe në marrëdhëniet me të tjerët. Në fund të temës për ditën e sotme, të nderuar dëgjues dhe shikues, mund të themi se drejtësia është një nga shtyllat më të rëndësishme të njeriu në jetën e tij. Është një rrugë që e afron njeriu me rrugën e Zotit dhe me kënaqësinë e Allahut të Madhëruar. Njeriu i drejtë fiton respektin e njerëzve, mëshirën e krijuesit të gjithësisë. Prandaj, të mos harrojmë se Kurani, profeti dhe ehlibejti i tij pastër na mësojnë se drejtësia është gjithçka. Drejtësia nuk është një fjalë,
por një mënyrë jetese. Besimtari duhet të përpiqet çdo ditë më shumë që ta praktikoj këtë si vepër në jetën e tij, të jetë i drejtë në fjalë, në vepra, në zemër, në shpirt dhe në çdo gjë që bën në jetën e tij, sepse drejtësia është dritë për të në këtë botë dhe shpëtim për të inshallah në ahiret. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju lënë në mbrojtjen e ndihmën e Allahu xhaleshanuhu, ju përshëndes në përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut të qofshin mbi ju.